SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka marrë të pandehur 28 persona, përfshirë pedagog, staf akademik dhe biznesmen, të cilët dyshohen për përfshirje në abuzime me tenderat në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Ndaj të pandehurve rëndojnë akuzat për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre, në kuadër të procedurave të zhvilluara për prokurime publike në këtë institucion arsimor. Aktualisht, dosja penale po përgatitet për të dërguar në gjykat. Sipas SPAK, hetimet të nisura me 21 tetor 2022 zbuluan një skemë të mirë organizuar, në të cilën zyrtar të nivelit të lartë akademik, përfshirë 2 zëvendës rektorët, Ilir Kapaj dhe Romina Kotaj, dhe administratorin Edmond Tërthorja, në bashkëpunim me biznese, manipuluan procesin e prokurimeve publike, duke favorizuar firmat Kryon SHPK, Zero Group SHPK dhe Malvina Visoka PF. Hetimet zbuluan se këto firma jo vetëm favorizoheshin dhe paracaktoheshin në tendera, por edhe bënin oferta fiktive në emër të bizneseve të tjera për të fyer vlerën e tenderave. SPAK thot se hetimet zbuluan se përgatitja e dokumentacionit për fondet limit dhe specifikimet teknike ishin bërë në koordinim të plot me fituesit e paracaktuar të tenderave, ndërsa nuk bëhet asnjë analizë reale e tregut. Dokumentat hetimore tregojnë se pajisjet dhe mallrat e të tenderuar ishin siguruar nga operatorët fitues disa muaj përpara shpalljes së procedurave, duke treguar se fituesit ishin vendosur paraprakisht. Ky manipulim ka përfshirë edhe anëtarët e njësisë së prokurimit dhe komisionit të vlerësimit të ofertave, të cilët kanë ndihmuar në përzgjedhjen e fituesve të paracaktuar.